Fusha e mbetjeve në lagjën 24 Maj në qytetin e Vlorës është përfshirë 2 herë nga flakët brenda më pak se 5 ditësh, duke rikthyer shqetësimin dhe pasigurinë për banorët e zonës. Në kulmin e sezonit turistik, shtollungat e dendurat të tymit të zi dhe era e rëndë e shkaktuar nga djegja e materialeve plastike u kthye në një problem jo vetëm për banorët, por edhe për imazhin e qytetit bregdetar. Ndërhyrja e forcave zjarrfikse bëri të mundur vënien në kontroll të situatës dhe shmangjen e përhapjes së zjarrit nëpër masa më të mëdha. Ndërkohë, shkaqjet e rënjes së zjarrit mbenden ende të paqarta dhe nuk dihet nëse bëhet fjalë për një zjarrvënie të qëllimshme apo për ngjarje aksidentale. Për rreth një viti pas vënies në funksion të landfillit të Sherishtës, në zonën e 24 Majit, nuk depozitohen më mbetje urbane. Megjithatë, autoritetet vendore të cilat kishin premtuar kapsulimin e masiveve ekzistuese të mbetjeve, ende nuk kanë nisur zbatimin e këtij projekti. Situata në terren tregon se malet me mbetje vazhdojnë të jenë të pranishme, duke mbajtur të pandryshuar shqetësimin e banorëve. Ishim problem kur digjeshin ato, se na vinte era tymi. Frika është dhe për një mbeturin aty të koshi që e hedhën shesh, jo të bëhet gjitha i farabjente i ndotur. 25 vjetë, 30 vjetë, që ka shu. Pile ka qenë edhe kjo këtu. Edhe kjo këtu ka qenë me mbetje. Ndërkohë edhe ditën e djeshme kishte marrë flak fusha. Po ishte djeku një grop, nuk e di se ku ishte ajo grop atje, vendosur sa goma, e kishte bën flakën. E heli kryetari bashkit, bëdhe e Shumë probleme shtyme, mushkonja e të gjitha. Shumë. Ja, unë jam me mushklim e të gjitha janë. Nuk po i dhet më. Është bërë kapsulim Po që do vinë që brenda aktiviti, thonë, edhe me gjithë të shpi do t'i prishin edhe mbeturin do bëjnë park, nuk e di që do bëjnë. Thonë. Shumë, për këtë po them janë mbeturinat aty ma tanë, shinave të shumë keq. Zjarri mbyll dyert e rri brenda se është shumë keq. Banorët kërkojnë ndërhyrje urgjente nga institucionet përgjegjëse me shpresën që kjo verë të mos përsërisë problemet e viteve të kaluara, ku zjarret e përsëritura tek masive me mbetje u kthyen në një rrezik serioz për shëndetin e qytetarëve.